Ishim bashkë edhe me pjesën e emisionit në Diaspor, besoj dhe uroj që ju pëlqej edhe diçka të bukur dhe interesante ju kemi sjellë edhe prej atje shikuesve të Koha Vizionit dhe shikuesve të emisionit Një Kafe me Lavje. Kafën e kam bo në aparat, këto momente unë dhe ta shërbej, po sa të bëhet, për sa të përgatitet, po e shërbej edhe me një lang. Okej, hajde portokall. Me një portokall, po shkoj. Kështu. E qes edhe portokallin, besoj që edhe kafja bëhet. Faleminderit edhe njëre Tangos, e cila është pjesë e jona, Abit me gjitha produktet cilat është pjesë e emisionit Një Kafe me Lavje. Okej, bëhet kafja, por këto momente është kënaqësi e madhe, sepse unë i thëmë mirë se erdhe në studion e emisionit Një Kafe me Lavje, e përmenda më herët se tash dhe ta kemi për ta promovuar videoklipin e saj. Është kënaqësi miki që të kam në studion e emisionit Një Kafe me Lavje. Mos të vez heq kështu. Mos të vez, vjen mirë që jemi bashkë, edhe këtë të djele besoj që edhe shikuesit do të kalojmë bashkë mirë bashkë me ne. Patjetër. Nuk ka dilema. Qysh je? Unë edhe te mirë. Mirë, faleminderit, zotit mirë. Te mirë? Unë mirë. Si gjithë mirë, pa ndryshime. Po mundohem me konë gjithmonë mirë. Pa ndryshime, gjithmonë e bukra është mirë mes me ndryshu, se i mirë është mirë mes me ndryshu. Që tash, Miki, me thonë një fjallë të me thonë, bjenë thuse që unë e ti njejt jena. Se njerës po tojnë të shku tu... Si vera e kuqe. Zosha me thonë, avri nuk doshta me thonë. Jo, atë që kam ka thonë Rudina Magjistari që më ka po shumë për shtypje, thash ka u bo prej kur të njohë me këtë ftyrë porcelani. Një 5 milion komplimente i ko marrë, vishë që kompliment nuk e kisha një asë njerë, më ka bo mu një mirë. Definitivist. Po, ftyrë porcelani. S'ka sen ma mirë, me thonë, s'ka sen ma mirë që... mirë Në qatë logik thashe dhone, po do kësh mirë. Që aty jemi bashkë, u bo kafja se me njëherë më të regaj, me që kafja u bo për ka dit, besoj që ka me të pëlqy. Ka me pëlqy, Miki, shumë angazhime, shumë punë, shumë garkes, me Odeonin, me gjitha këto, edhe për jadel, edhe me punu, edhe për veti. Po, kjo është e vërtet, ka njëherë, po e ndjejmë lodhjen ajo, është normale, si gjdo profesion, po si do që tjetë, faleminderit shumë adhuruzve që po në mbajnë me qenë aktual, dorën zemër. Rita ju shkon atyre. Po, atyme duhet një falenderim shumë të madhë me juja, për shkak që u bon vite, gjithmonë edhe e presin. Edhe edhe nga kërkojnë. Po, edhe e presin edhe nga kërkojnë. Ajo është primare. Para se me dalë të klipi, kena me folë, vish për klipin sot, po para se me dalë të klipi, qësh po shkon Odeoni, mirë? Odeoni si zakonisht po shkon shumë mirë, në këtë sezon, ku më bu një potest mirë, që s'kom vazhdu unë me Naimin, në moderem e kom fjallën. Jam në Prapasken, e kam pak më letë, se për një arsye, kur thash unë e faleminderit publikut që po na mbajnë me qenë aktual, kjo është mëse e vërtet. Isha që shumë aktuale dhe angazhuar gjatë fund vitit, në gjirimet e programeve të vitit 3, i thash Miri, këtë sezon, po isha pak, se mos me ja u pru shpirtin të huna që to shikuzve, kështu që mendoj, që ishte një taktike mirë. Jo, taktike mirë, për shkak se tash i jep rëndësi pak ma shumë. A di shka më ka ndodhë njëre para se me dalë të videoklipi. Gjirimet e programeve të vitit 3, s'kisha kohas me hongër boke dhe se di që shtira në telefon, nuk ka rëndësi ku, i thom një peshe me krepe biber, dhe vishim shku të veni, e kom marë për dritarës të veturës, nuk kom dalë heq për saj, edhe me shku në stacion të autobusave me marrë një fustan. Kër kom shku të rampa atë, aj zotëriu me hapë rampe në më tha, a edhe që të më dole? A unë e hangsha, i grasha kerët, hangsha sa mojsha, me frizur, me nga me marrë fustanin, i thash, pse tha po, në televizor, se i shkon aty në atë kabinën të më pa mu, i thash, ndrovlave jam, se për qëtujtë s'mu i muhek.
E në qëtë logikë më thash vetës, prit largë, pusha pak. Po edhe muni për ju më batë më boqë edhe frigoriferin kërë qelë shalobin a delke. Bash. E po dojtë njëri ka njëre me mendu pak edhe për këtonen që... Po, me masë, gjithmonë masë a e ka. Me masë, po. Që mës me ekspozu vetën shumë edhe me argju. Edhe me au për shpirtin të huna dhe që përshune. Si qare. Miki, komente pa fund për videoklipin. Po. Ti vetë personalisht. Shiko, këtë videoklip mas pari me thonë drejtën, këmë dosh me gjiru para vitit të ri. Në atmosferë të borës, të dimrit, është një balad, si cigare në fundit më fike, edhe mu duk që ju përshtat ke qasaj kohë. Por, për shkak shumë impenimeve, angazhimeve që i kishim, nuk arrita me realizu videoklipin, atëherë mu deshtë me ndru kretë komplet konceptin. Dhe që ka me botek, ashaj se vish për vesh i këmishën e naimit. Se vdiqa për fustanave, zisha qa me vesh. Dhe pjesa tjetër, arsuja pastaj, se dëbana pak ma serioze. Kur ka shku platori në Prag, me studiu, Naimi në valigje ja ka vendos një majic dvetën. Po. Edhe i tha, babi, pse majica jote në valigje tamen? I tha, mere se në shtatë duhet në i herë. Mas një 2 mujve, e vesh platori në Prag, majicën e Naimit, edhe më thirin telefon, tha, mame, jam të janë një erën babit. E kum vesh majicën e babit. Logika dhe koncepti i kësajna, se teksti i kangës është si cigare në fundit më fike, dhe ike më le, do me thonë më le, po jo që të lashon, unë qava e vajtova, po nuk të malkova, dhe kretë kjo është imaginative pas taj lojën që e kumë bo këto, po prapë ne femrat që jemi shumë sentimentale dhe pse nuk malkojmë, nga dashuria për individin, po them tekstin nuk e kom shkruon, as Naimi nuk ka të bëj me jetën tonë personale, as private, edhe simbolika sajna është kurse ki afer vetës, ke dëshirë me pas një pjesë të ti, edhe kom vesh këmishën e Naimit. Qështu që kjo është logika e koncepti, për ndryshe tekstin e ka shkru dhe muzikën Krishnika Avdio, që do dhe ta falenderoja shumë se kam fitu një balad shumë të mirë, kurse për videoklipin është për kujdes Blerdi Malushi dhe regjisori Kastrios Saqipi, me 2 regjisor, mendoj që është bo një videoklip krejt ndryshe prej videoklipeve të mija labë, nave që sa vitën s'kenë, më s'po di që ka me bo ma, se s'lash sem pa bo, s'lash në gjyrë as model të fustanit për e vesh. Kështu që kjo ishte edhe ideja. Në anën tjetër do doja ta falenderoja qëre tash këto në mënyrë imaginative, do me thonë në po nga vujtja, dëshprimi, po i prej edhe flok. Edhe flok. Me gërshon ju ina flokve. Unë mëj me tonë dhe me tonë që të pjesa e videoklipit e Sand është interesant se nuk jenë mësu me po kështu mirije. Jo. Nuk jenë mësu me po kështu se gjithmonë jena mësu me po të vizlu. Si porcelan? Po, pëtyrën porcelan. Jo, qëre, me gjitha të une nuk kam dalë prej stilit miris, përveç këmishës Naimit edhe shorcët që i kam. Nëse dhe në bikini nuk jam, se s'jam plazh. Jo. E ky vend, ky ambient, ka që i bukur është tek Menakoni, shtëpia modës Menakon, e kishim bu një, si me thonë, një Menakon Residence, shumë bukur me krejt artefakte, dhe do doja ta falenderoja shumë me tushin, po sigurisht edhe Studio Selvetën që më kanë zbukuru me ftyrën e porcelanit. Miri, është shumë interesant se nuk ki nevoja asë në videoklip në me tonë me bo Photoshopan. Jo, porcelan vetë, që ka. Bile, labë nëse është dash me bo në asi shkëlqimi, është dash të kombe, jo ftyrës. Jo. Arsyja se ka qenë shumë ftoft. Okej. Ka qenë ftoft edhe tani unë e filluva dikur me mu mërtiz, e kuptan? Po. Edhe fillun edhe kom dyqysh ashto, do me thonë i vetëmi intervenim nëse është bua,
është ba të pjesa e këmbëve. E jo të ftyrës. Me cigare më ki dalë në videoklipve që hani molla për një cigare. A din ti që unë e urrej me dalë në foto me cigare, se lërë ma me dalë në video me cigare. Po me që teksti i këngës, si cigaren e fundit më fike, atëre krejti loja u bo me cigaren dore dhe lëvizjet, lojen që e ku bo me atë që shithojnë. Kamesh, cigarlok, qytojnë shqip. Spedit ashtë që razonë e qytu kamesh. Diçka e tim. Po, ama pesh pozorën sa të mire kanë. Po. Veç interesant të dalë. Interesant, klipi o dalë interesante, di që komentet jënë pa fundme, dikush e ka pranu mirin që kështu, dikush po të pse o desho. One nuk lovna për atë punës labë, sepse kom thonë edhe në një intervjist tjetër, edhe 70 vjetë një bovësha, nuk do kësha që shtu kom u besh. Desh e desh. Sepse s'kam komplekse. Po. Ta është edhe moshës, as nuk i frigona, as nuk i iko. Po nuk do me thonë mu vesh me mantil. E me dalë me shami. Jo. Unë për thamë... Jetojmë shekullin e 21. Po, jetojmë shekullin e 21, se prapë nuk është... Mendoj që jam brenda kufive të normales. Jo egzageruar, jo... është artistike. Artistike, po. është artistike, tash nuk mund me thonë që... Nështë seksi pak po, jo egzageruar. Okej. Unë e di që kjo nuk është videoklipi edhe konga e fundit për këtë sezon, sepse e di që kur i jenë... Po e kom një duet me Naimin që është shumë i mirë me nëzi po pres me gjiru edhe ato. E kom dëgju edhe ato. E ke dëgju edhe ti, po, edhe e kom edhe një kongë tjetër, në mes 3 kongëve të bukra, e kom pas shumë probleme e zjetë cëllën me gjiru të parën, po masë leti e pa ta këmishën e Naimit. Edhe kryve. Regjisorve, Blirdit, Kaçës, ekipit, stafit, Odeonit, hajde një po shkojmë në gjiren. Po, është shumë interesant se këtu e ki paralemru me këmish Naimi që vjen dueti me Naimin ma vonë. Ma të jo. Se sa e bukur. A përshë, unë edhe kulturume, nuk e shku një cigaren gjithë konë. Ja. Dueti me Naimin, ka medal, edhe tekstim kalon për shtypi edhe i kongës. Teksti i kongës është shumë i bukur, e këndova në Shqipëri në një emision e pritën jashtë mase mirë. Edhe, po qka është ma kryesorja edhe unë e vetë kur pe këndoj po ndjena shumë mirë. Absolutisht, janë disa kongë që të bojnë mund ndjenë s'kenë jashtë mase mirë. Këta merite tekstit, kongës edhe të melodis, është e Kreshnikut, është orkestru me gitarë klasike në studion e Beni Baksit, edhe kemi inqizu shumë mirë, letë, shpejt, pa telashe, por që Kreshniku do me thonë, si kur e ka përshkru jetën tonë private, brenda tekstit kongës, kështu që sarë po e këndoj atë duet, po ndjena jashtë mase mirë. Jashtë mase mirë. Edhe videoklip kena me prit shumë shpejta, po? Ma mirë mendja që po. Nështë veç du me lonë me marë furim pak një herë, të qiro që po buhet alo edhe këto ditë, sepse janë pak ditë që është lansu. E di që me Darsma jeni të angazhu në kogja shumë, sezona ka me arë, po diri sa të vim se të sezona e Darsmave e sendeve cilat kanë me qene. E dim se po qeshi. Në 2016 në thiri dikush telefon tha, për 2018 në korreka ngoshta, a jeni të lirë, i thash, a për 2017 po folë, a për 2018? Tha e për 2018, i thash, folë me Naimin, se mu dok 2 vjetë para kohës, njëri a jena gjalla, jena shnasha, po ka edhe për. Po, edhe për 2018. Hej, zëtë, isha Allah mirë. Falimderit, Isha Allah mirë që ajo është kryesorja. E di që për sezone për gjitha këto ndështë kena me fondë një ere tjetër, sepse unë në studio, këtë vend ku jemi, këtu të presme me miki e shatuja, një tardme, me shoqet tuja edhe... Besoj që po. Po doja ta falenderoja edhe pak edhe këtë Avnion, menagjerin, e cili me disa mbrojmje aktivitete, do me thonë, përveç punve, angazhimeve që i kemi këto brenda Kosovës kemi edhe jashtë, kështu që falenderit gjithë bashkëpunëtorëve, sepse nga njerë po më duket që po jo hymë në hak,
jo që po imbetet hatri dikujt, po përmes me ju hy në hak dhe falenderimi sepse pa miq të mirë, pa bashkëpunëtor të mirë, pa menaxher të mirë, pa punë të përbashkët të mirë ekipore, jam e sigurt që asë s'kishe mujtë me funksionu. Jo, definitivisht. Atëherë falenderimi i shkon gjithë stafit, do me thonë edhe KTV-s, bashkëpunëtorëve tu, besa edhe sponsorëve, sepse në këtë Kosovën tonë, kogja vështirë me realizu projekte, kogja vështirë. Unë e shoh me Odeonin, sado që është jashtë mase i shikum, që na e rritë përgjithësin edhe shumë fish ma shumë, me punu. E shoh që hasim në vështirësi, rryma, kablat, problemet financiare, me shtetin, tatimet, që dojmë edhe na, me qenë perfekt, do me thonë, shtu që duke pas parasysh funksionimin e krejt zingjiri, do me thonë, halkave zingjirora, të gjithve faleminderit. Mos ta lash Zoti asnjëherë edhe pa gjithë ata që i the edhe i përmende, por në anën tjetër që mos ta lash Zoti edhe pa prurjet reja, pa artiste, pa gjithçka do të thonë që mbushet edhe emisioni. Unë nëse nuk ta më shoh që komet pas me Naimin e me Platori, nuk dihet. Nuk i dihet. Po akide me Naimin e me Platorin. Platori është i paparashikueshëm, kështu që si dihet çfarë bën Platori. Nuk i dihet, kështu po ma ki qenë i tanë kena me qenë bashkë. Unë shikuesve ju thom që mos ndahen nga ne, sepse tani këto momente është koha që me shiku videoklipin edhe me ndëgju këngën. Po unë ty po të uroj gjithë atë mirat edhe të priftë mbara pa çnet. Faleminderit shumë. Du me tregu edhe një ngjarje interesante te puna e komenteve, më fal se po të ndërpres 100 minutë. Te puna e komenteve, deshta me thënë që komentet edhe nëse janë nganjëherë jo të këndshme, jo të mira, mu nuk më bojnë mundje keq, du ta tregu një rast, të shku rrugës për Tiranë, unë ala rrugës, mi buni Naimi do foto me një fustan deri këtu shumë i bukur, ma mur menja që është një foto e bukur me postu në Facebook, ndërkohë e postova, komenti i paru koni një femnës, katastrofë, kisha thonë me hek urgentisht. Edhe më buni për shtypje, thash, hajtë e këshyri kush është kjo, band e këshyri, kur ja pash fotografi, thash, le, as nuk e fshiva komentin, dhe pasun komente tjera, tani. Kështu që ka dhe prej këtyre komenteve, mu nuk më bojnë shumë për shtypje, po me gjitha të fyrjet, fjallë banale, normal që gjithkon janë të papranushme, sigurisht. Po, definitivisht. Nuk është edukat, nuk është kulturë. Nuk janë edhe qaq... Edhe nëse të ka dhonë mundësia me shajt. Shani për sa të mundë. Shprehuni. Shprehuni për qëfryuni. Okej, faleminderit shumë Labi. Faleminderit edhe ty e dashur, e besoj që ne takohemi edhe herave tjera, por shikuesve i thom që mos ndahen nga ne, sepse tani këto momente është kënga edhe videoklipi bashk i Merie Brahas. Dhe jemi bashk minutat për të që gati të fundit emisionit, kështu që me njëre pas videoklipit këthejem edhe prap bashk. Si cigarën e fundit më pike, si cigarën e